Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the you keep your dream alive, your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Wingsat udhëtojnë drejt bibliotekës së Aleksandrisë në kërkim të ditarit të Eldoros, megjithatë ato përballen me disa mumje dhe sfinksin e lashtë. Blumi largohet në kohë nga biblioteka e shembur, duke marrë me vete ditarin e Eldoros. Tashmë, ato janë gati të ndjekin rrugëtimin e Eldoros dhe të zbulojnë më shumë rreth librit të legjendave. Muri i madh. Çfarë përmend tjetër Eldora në ditarin e saj, a mund ta e thuash? Duket sikur ajo ka qenë kudo në Kin. Kjo na ndihmon në të vërtet shumë, sikur Kina është një ndër shtetet më të mëdha në tokë. E vërtet, por ndjekja e rrugëtimit të Eldoros mund të na ndihmojë të zbulojmë një mënyrë për të kyçur librin e legjendave. Përveç kësaj, do të eksplorojmë dhe botën. Era është e fortë. Tregoni kujdes. Bauka, shikoj këtë. Pixis, mjafton, qetëson. Mos u shqetësoni, di një magji mbrojtëse. Si nimfa e Dominons, i bëj thirrje. Ja nuk është marrëgëtuese. E kush do ta mendonte që do të britnim gjysmën e botës me wingsat? Do t'ja vlej sa po t'ja marrim nga duart atë ditar. Kujdes! Stormy! Carol! Të kapa! Duhet të stabilizoj balonën. Elementi ujit, në mbro! Ajo ishte vërtet e rrezikshme. Po kjo është një aventurë e madhe për fillestarët. Mos u shqetësoni, vajza, do t'ju zbresim në tokë pas një gërvishtje. Mezi po pres. Eldora ka kaluar shumë kohë tek muri i madh. Atëherë le të ngjitemi më lart dhe të kemi një pamje më të qartë. Muri i madh, sa i bukur. Jemi me shumë fat që e shohim këtë pamje, Wingsa. Shumë, po mos harroni që edhe po ngri. Sa më larg të ngjitesh aq më ftohtë bëhet ajrit. Atëherë veshjet e mia do të na ngrohin. Dhe saktësisht si do të na ndihmojë kjo xhaket? Pra ja, kështu dukeni më mirë. Faleminderit Stella, kjo është pak më mirë. Nuk resh dot së menduari për Selinën. Çfarë kërkonte në Egjipt? Dhe si e gjeti librarinë e fshetë në Aleksandri? Ka vite që nuk e kam takuar Selinën. Kemi qenë shumë të afërta. A mund të jetë edhe Selina duke kërkuar ditarin e Eldoros? Përshëndetje, toka për Blumin. Për ku jemi drejtuar? Këtu thuhet se Eldora ka vizituar vendin e shenjtë të Dragojit Jeshil, por nuk e përmend ku ndodhet. Wings, mendoj se është koha që të vazhdojmë kërkimet në tokë. Do të fillojmë atje. Shoh një fshat të vogël poshtë nesh. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja. Ndoshta njerëzit në atë restorant e din ku ndodhet vendi i shenjtë. Ide e shkëlqyer.
shkëlqyer, Wingsa. Ndërkohë ne do të qëndrojmë këtu për t'u hedhur një sy balonave. Disa prej nesh do të qëndrojnë që të bëjnë roje. E Jani, shkojmë të shohim çfarë mund të zbulojmë për këtë vend të shenjtë. Më ndiqni motra, më erdhi një ide e shkëlqyer. Zotëri, përshëndetje. Dini gjë ku ndodhet vendi i shenjtë? Urdhëroni zini vend, do të vi për pak tek ju. E dëgjuat atë? Por Stella, nuk erdhëm për të ngrënë këtu. Kurse unë po. Eja, nise po vdesurie. Wow, shikojeni madhësinë e menus. Duhet të marrim një nga këto, edhe 2 nga këto, mund ta ha të gjithën. Gjithçka duket e shishme. Pra, Ajsi, cili është plani? E po, E keni ndarë mendjen çfarë do të porosisni? Akoma jo, Tekna, ka shumë llojshmëri në zgjedhje. Dhe jemi shumë të lumtura që ndodhemi këtu. Mirë se keni ardhur. Çfarë do të porosisni? Ne do të marrim disa pite të vogla. Vendi i shenjtë i Dragojit. E dini vëll ku ndodhet? Keni ndonjë ide? Ju lutem na tregoni. Ja, nuk kam dëgjuar kurrë për këtë, por mund të sjellë sa pite të vogla. Po, të lutem. Zot! Eldora vazhdon të përmend një Lu Wei. Ndoshta ai ka të bëjë me vendin e shenjtë të Dragojit. Ide shumë e mirë, Blom. Fatmirësisht, trekat do na japin energjinë e nevojshme për këtë kërkim. Motër, po mendon diçka ti. një magji gjumi. Ju lum triksave. Pite të vogla të ngrohta për zonjoshat. Kanë aromë të mirë. Lori, nuk do të hash ti? Oh, nuk mundem, jam ende e trullosur nga balonat. Jam e lodhur. Çfarë po ndodh? Wingsa? E luajt e bukur, Ajsi. Shumë bukur. Hakmarrja është ëmbël. Sa aromë e këndshme. Po vjen nga këtej. Qata, ku pa shkon? Do të shkoj të ha, nuk vënohem shumë. E po, mendoj se nuk i mohohet ushqimi një piksi. Ka aromë të këndshme. Prit, shiko. Çfarë i bën Wingsave këto fillestare? Për ta zbuluar, shkojmë. Daloni! Çfarë kërkoni ju Pixies? Të na shpjegoni tani se çfarë po ndodh këtu. Ju lutem, nuk kemi pse t'ju shpjegojmë asgjë. Motra, shndërrojini këto gjëra në pluhur. Le të gjejmë shkakun e kësaj gjëje. Jo, nuk guxove. Patricia, vetë time! Vetë time quan ti këta? Bënë mirë të mos gatrohesh me mua, sënjush. Kaq ishte! Nuk ka më fsheje! Tani do t'i jem vetvetja! E po, mbaroj planin. Janë Triksat! Wingsa! Daphne! Zgjohuni! Po kështu nuk ja vlen! Motra, tani është mundësia jon. Ta marrim librin dhe t'ja mbathim. Akoma më mirë, kjo është mundësia perfekte për të shpëtuar nga Wingsat një herë mirë. Që nuk në premni, Triksa. Gati, motra?
Hey, shiko, është Pipi! Çfarë ndodhi? Thjesht një dremitje pas dreke, apo jo? Ishte magji gjumi dhe Pifi e zbëri. Zanat fillestare ishin triksat, ato na mashtruan. Triksat. Çfarë? Kjo është e tepërt për tu përballuar kur e ke stomakun bosh. E dija që diçka djallëzore po ndodh. Surpriz! Oh, Wingsa, ishte një mrekulli t'ju shikonim teksa na shpëtonit gjithmonë. Wingsa, transformoni! Jepini, leti shkatërroj. Jo, ende jo. Nuk është momenti tani. Stella, Zana e... Isha gati të përdorja fuqitë e mia Blumix. Nuk është në natyrën e tyre të largohen pa u ndeshur. Duhet t'i harrojmë triksat dhe të vazhdojmë të kërkojmë për vendin e shenjtë të dragojt jeshil. Unë kurse si nuk mund ta kuptoj sepse triksat u kamufluan të veshura si Zana. Nuk donin që ne të gjenim ditarin e Eldorës. Faleminderit. Dhe ju luftëtarët e mia të vogla më shpëtuat restorantin. Kënaqësia jam. Më thoni, çfarë mund të bëj për ju për t'ju kthyer të nder? Mos vall njeni dikë të quajtur Lu Wei? Ejani me mua. Ai djali ma shkondi mirë dorën. Po. E shikoni atë malin atje? Thonë se Lu Wei, zbutësi i fundit i dragojve, jeton atje. Zbutës dragojsh? Kam lecuar shumë rreth tyre. Faleminderit shumë, na ndihmuat vërtet. Pra, si është puna me zbutësit e dragonjve? Janë luftëtar që i përcjellin teknikat sekrete dhe traditat e lashte tek gjeneratat e reja. Ju lutem, më thoni çfarë lidhje ka kjo me librin e legjendave? Ky zbutës dragonjsh duhet ta ketë njohur Eldorën. E po sidoqoftë duhet të lëvizim. Oh, falë zotit që mora një sy gjumë, ky udhëtim nuk pas ka mbarim. Thjesht uroj që kjo ndalesë na kthej përsëri në rrugën e Eldorës. Më falni që po ju shqetësoj, po kërkoj Lu Wei, zbutësin e fundit të dragonjve. Ky vend magjik nuk është i hapur për turist. Nuk jemi turiste, po kërkojmë Eldorën, zanën kumbar. Kam frikë se nuk ju ndihmoj dot. Por, zotëri, është shumë e rëndësishme. Atje ekziston një kërcënim i madh që duhet ndaluar. Ju a thash, nuk mund të bëj asgjë për ju. Malini mua, dëgjoni, ne jemi ata të mirët që po përpiqemi të luftojmë të këqinjt, por pa ndihmën tuaj. Ditën parë, zonjusha. E po, kjo nuk na shkoi dhe aq mirë, apo jo si mendoni? Ishim kaq pranë kapjes së Wingsave. Por për fajin tënd, Stormy, u zbuluam. Dëgjoni, e dim që Wingsat po kërkojnë vendin e shenjtë të dragojit, ndaj duhet ta gjejmë. Më duhen më shumë fuqi, që më në fund të liroj Asheronin. Hej ti, zonja me kokën mbi re. Na tregon një histori tjetër. Mos e përmendi dikush vendin e shenjtë të dragojit? Atëherë kjo do të jetë historia perfekte. Shumë kohë më parë, krijesat më të fuqishme që kanë ekzistuar ndonjëherë jetonin përgjatë murit të madh. Libri i legjendave, Dragonjë jeshil të murit të madh. Ju kërkoj të shfaqeni nga harresa dhe ta përfundoni këtë vepër të ligë. Gjituni në qiell dhe shkatërrojeni vendin e shenjtë. Është e qartë që vendi i shenjtë nuk është një vend ku mund të futet gjithkush. E po duhet të vazhdojmë përpjekjen, nuk do të dorëzohem. Sa më shumë të presim, aq më shumë dëme do të na shkaktojnë triksat. Kjo është mundësia jonë e vetme për të kuptuar se si ta kyçim librin e legjendave dhe mbase gjejmë edhe Eldorën. Wingsa! Dragonjë po vin këtej! Sipas traditës kineze, ato duhet janë krijesa misore. Diçka më thot se tradita ka ndryshuar. Daphne, Nympha e Sirenix.
Jepini vajza! Wingsat magjike! Blumi! Blum! Zana e plakës së dragojit! Aisha, zana e valve. Flora, zana e natyrës. Stella, zana e diellit vezullues. Tekna, zana e teknologjisë. Musa, zana e muzikës. Pixi, fshihuni në një vend të sigurt. Sulmi vulkanik! Blum, nuk na ndihmon duke I goditur ata direkt. Ja shumë të shpejt duhet t'i ndalosh disi. Ke të drejtë! Në rregull! Aisha, Flora, vendosini disa kurthe. Dakor. Në rregull, Blum, ndërsa ju të tjerat shpërqendroni dragonjt. Me çfarë? Me ndonjë shfaqje dritash? Ndoshta me ndonjë shaka të timeti. Atëherë ke dëgjuar ndonjëherë për dragon? Wow! Oh, ti nuk pas ke sens humori. Wow! Stella, këtej! Tani! Nau të kish, Stella! Rjeta Morphix. Mendoj se mund ta kemi gjetur zgjidhjen. Kubi organik. Bim kacavjerse. Largohu, draguaj mallkuar. Ky vend I shenjtë është ndërtuar në nderin tuaj. Qafore së dragojt I mungojnë perlat. Gripja e zanave! Pra, çfarë do të bëjmë tani? Dragojt janë të pakontrollueshëm, vetëm nëse kanë perlat që I kontrollojnë. Duket si diçka që e ti vetëm një zbutës dragonjsh. Ju jeni Luej apo jo? Po, unë jam. E vetmja mënyrë për të shpëtuar vendin e shenjtë është të gjejmë perlat dhe t'i vendosim në qaforet e dragonjve. Duhet të na ndihmoni. Ku mund t'i gjejmë? Tek ai mali, por është rrugë e rrezikshme. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Nisemi, Wingsa! Dakord, Wingsa, le të ndajemi dhe të kërkojmë perlat. Mere këtë! Një gjë e shëmtuar. Një perl, e gjeta njërën. Shikoni! Stella, bëj kujdes. Thjesht doja të përshëndesja. Uhu! Po. Duhet ta gjejmë perlën sa më shpejt. Flora është në telashe. Ja njëra. O ja! Kapa! Në rregull, Blum. Ja dole! Wingsa, faleminderit.
Luftuat me zell në mbrojtje të vendit të shenjtë. Ju mbetem në borxh. Ju lutem Wingsa, më falni. E kisha gabim që nuk ju besova. Nuk ka gjë, ne ju kuptojmë. Ju thjesht doni të mbronit punën e madhe të Eldorës. Po e kërkojmë ato sepse pandimen e saj nuk dim si ta kyçim librin e legjendave. Dini gjë ku mund ta gjejmë? Më vjen keq, por u largua pa thënë asnjë fjalë. Nuk tha asgjë, nuk la asnjë mesazh. Por duhet të ketë diçka. Në fakt, ajo fliste gjithnjë për dalje në pension në një vend të rrethuar me lulet e saj të preferuara. Oh, dhe mos ndoshta e dini çfarë pamje ka lulja? Këtë e di, dhe mund t'ju atregoj. Ja tek është mjaft e bukur, apo jo? Flora, çfarë është kjo? Këtë lule, unë nuk e kam parë kur më parë. Ua, po si ka mundësi të ndodh kjo? Flora, a je sigurt? Ajo që mund të them është që duket që është lule e rrallë, e kultivuar nga njeriu. Le të kthehemi në Alfia. Ndoshta profesor Palladiumi mund ta njoh. Paçi fat, Wingsa. Nëse e gjeni Eldorën, çojini të fala nga unë. Mbas se duhet ta hapni vendin e shenjtë dhe për turistët. Jam e sigurt që do të mësoni shumë. Ndoshta do ta hap. Vetëm për të parë fytyrat e tyre kur të shohin miqtë e mi të rinj. Plani i triksave ecën për mrekulli, ndërsa vazhdojnë të shtien në dorë me radhë shkollat e dimensionit magjik. Wingsat e sjellin Alfea lulen e preferuar të Eldorës me shpresë se identifikimi i saj do t'i sillte më pranë vendodhjes së zanës kumbar. Megjithatë, Selina ka një plan të ligë për Wingsat.